erdhi në momentin më të papërshtatshëm të mundshëm. Me 17 janar, kroati Damir Milačić u zyrtarizua në postin e trajnerit të PEA, skuadrë kjo e cila po kalonte në krizë të thellë të rezultateve. Është evidente që jemi në krizë. Realizuam fitore shumë të rëndësishme ndaj Rahovecit, e cila na ka shërbyer për ngritjen e vetbesimit, por ky është vetëm fillimi i asaj çka na pret në vazhdim. Të punojmë sa më shumë dhe të tentojmë se bëhemi sa më të mirë. Me të arritur në PEI, strategu kroat filloi punën për ngritjen e skuadrës, sidomos në lojën defanzive. Definitivisht na ka munguar loja kolektive në mbrojtje dhe pikrisht këtu kam insistuar të përmirësohemi sa më shumë që është e mundur, që deri diku e aplikuam në ndeshjen ndaj Rahovecit. Kemi potencial të konsiderueshëm në sulm, por duhet të jemi shumë më të disiplinuar në lojë. Trajneri më i miri vitit e kaluar në Kroaci, bëri të ditur që shumë shpejt do të sjellë transferë të reja. Do të tentojmë të sjellim lojtarë që do të na ndihmojnë skuadrën, lojtarë të disiplinuar që kanë aftësi të adaptohen sa më shpejt në sistemin ton, pasi nuk kemi shumë kohë. Pothuajse çdo javë kemi nga 2 ndeshje. Na nevojiten lojtarë që përveç që janë kualitativ, të jenë aq të mirë edhe jashtë parketit. Milačić potencon që një nga arsyet e krizës së rezultateve është edhe mungesa e kapitenit Dardan Berisha, të cilin e vlerëson Tejmase. Dardani është basketbollist i jashtëzakonshëm, po e presim me padurim rikthimin e tij. Ekipi mjekësor po bën të pamunduren. Një personalitet si Dardani do të thotë shumë vetëm me paraqitjen e tij në fushë dhe do të jetë një plus i madh në vazhdimin e kampionatit. PEA momentalisht renditet e treta në tabelën e klasifikimit, e në fundjavë e pret dueli si mysafire e Sigal Prishtinës.